Përshëndetje të dashur teleshikues, kudo ku jeni dhe mirë se vini në edicionin e radhës të Origina Show. Kësaj radhe kam kënaqësinë që në studio të kem një personazh të spikatur nga komuniteti shqiptar këtu në Gjermani. Ai ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, sidomos në përfaqësimin, futjen e gjuhës shqipe në sistemin arsimor në landin e Hamburgut. Kam kënaqësinë këtu të prezantoj përpara juve Muhamet Idrizi. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Si po ndihesh në Origina Show? Po ndina shumë mirë sepse emri i shows më pëlqen. Mendoj që ajo Origina jote ose ajo prardhja, të them kështu, është shumë e rëndësishme që ta krijosh një sukses në karrierë edhe ta dish pikajt vish cilat vlera i përfaqëson edhe ku e ki qëllimin ndoshta të ndryshoj diçka ose të shkojsh përpara. Keni ndërtuar një trekëndsh të suksesshëm në karrierën tuaj. Është arsimi, është politika, por në të njëjtën kohë një kontribut jashtëzakonshëm edhe në çështjet adetare shqiptare, jo vetëm në Gjermani, por edhe në MGR, në gjithë diasporën. Ku ndihesh më i plotësuar, ku i ndihesh këtij këndi të trekëndshit më bëxhli? Unë mendoj që spari me rëndësi është të jesh profesionalist. E kemi thënë në politikë atje në Hamburg, në partinë e CDU-s, ku thojnë njerëzit, është me rëndësi të bëhesh një instancë kur ki substancë. Edhe tash mendoj që ajo çështja e substancës është shumë me rëndësi në profesionalizëm, ta rrish një kulm ose ta kesh një bagazh profesional që tani zgjerohesh në fushat ndryshme, nëse t'jepet mundësia ose hapen dyert, zakonisht hapen udhës kur të vazhdon me profesionalizëm dhe të sjellsh atë profesionalizëm ose bagazhin profesional edhe në fushat ndryshme. Mendoj që është shumë më mirë me qenë një person i cili kyçet në politik ose ka dëshirë ta bëjë ndryshimin në politik kur e sjell në provojë profesionale të një fushës caktuar. Nuk është më rëndësi cila fushë është ajo, në rastin tim është fusha e arsimit si mësimdhënës, po edhe kur t'japsh një kontribut për komunitetin ose për origjinën, për prardhjen, është me rëndësi që bazat profesionale dhe bazën personale të vlerave t'i kombinojsh për kontributin për komunitetin ose për bashkëpunimin e rastit të komunitetit shqiptar me palën gjermane ku t'jepet edhe ato prap hapësira ose mundësia ta krijosh një platformë të tillë. Kështu që unë si mësimdhënës e një veten mas mirë, sepse mendoj që e bëj një punë, nuk është vetëm punë, nuk është një punë të cilat ta sjell vetëm një pak, po është një mision që të përmbush. Do të thonë të përmbush si person, kur ki sukses, po edhe kur dështon, sepse reflekton diçka mbledh disa mësime nga ajo, ndryshon diçka ndoshta në parime ose vlera tua. Unë tani si 13 vite jam profesionist në këtë fushë, kam punuar 6 vite në Baden-Württemberg, ku jemi këtu. Studimet i kam mbaruar në Universitet të Edukimit afër në Ludwigsburg. Kam qenë mësimdhënës në Pingen dhe mandej për arsye doktoraturës në Universitetin Ushtarak në Hamburg, Helmut Schmidt Universitet. Kam shkuar në vitin 2018 në Hamburg dhe kam vazhdu tani edhe me doktoratur për cjellës punës, po edhe me aktivitete shoqërore ku tani janë hap edhe dyert e politikës, ku këtë vit isha dhe kandidat për deputet të parlamentit të Hamburgut. Nuk isha vetëm unë, ishëm 5 shqiptarë që është një moment historik, do të thonë 5 persona me prardhje me origjinë shqiptare në partia të ndryshme, ku për herën e parë mendoj që shqiptarët e kanë pas një mundësi ta kenë një ofertë demokratike ku e nin veten mas mirë ose ku mendojnë që mundën me jap kontributin më të madh të votojnë personin. Ne shumë tren nga CDU-ja në listat e ndryshme, një person në FDP dhe një person në SPD. Po unë do të ndaloj tek arsimi. Jeni një nga figurat më të spikatura, do të thoja, në mbar diasporën shqiptare, që keni dhënë një kontribut të drejtë për drejtë, duke futur gjuhën shqipe në sistemin arsimor të Hamburgut. Ishte Hamburgu pikërisht qyteti që realizoi aspiratën tënde për ta përfaqësuar gjuhën shqipe në këtë nivel? I pari dhe i vetmi në botë, apo jo? E vërtet është i pari sistem edukativ në botën. Si student isha marrë mësimin plotësues në Baden-Württemberg, mandej shkova në Hamburg për arsye doktoraturës bashkë në atë fushë, mësimi plotësues si gjuhë shqipe në diasporë, një hulumtim, një policy study si thonë anglisht, krahasues ndërmjet sistemeve dhe shteteve të ndryshme. Vitin 2022 shkova me Gizin
Ministritë Punëve të Jashtme ta bëjnë një strategji për mësimin plotësues si ekspert i GIZ-it në Kosovë, ku hasa në një mirëkuptim në bashkëpunim ndërmjet Germinit edhe Ministrisë Punëve të Jashtme, ku isha në kabinet ministrës, e banëm një strategji, ato vazhduan disa punë mandej, e kur shkova në Hamburg, fillova me doktoraturën këtë drejtim, lexova dokumentacionet ndryshme, ligjet ndryshme, dhe erdhi momenti në vitin 2019 që ta hapëm një mësim plotësues pare, ku është një angazhim i prindve i jashtëzakonshëm që ishte i papritur, sepse zakonisht thëshin njerëzit nuk do të vjen askush, është një punë, hajde në lodhshme mundi nuk ja vlen, po me kolegen time Nadira Recepin nga Maqedonia e Veriut, fillum ta bëjmë një mësim, bënëm një mramërje të prindve, dhe ashta kjo është anekdota më interesante në këtë drejtim, në një dile në ora 3, edhe gjithkush që punon me institucionet gjerman dhe ka problemin me byrokracinë, kur t'i thush ta bëjmë një mramje të prindve në dile në ora 3, është pak problem se ajo drejtoresha thënte, nuk e kem stafin teknik, çështje e sigurisë, formulare duhet, e thash unë e kam qenë se jam semblans, na do ta bëjmë, dhe komuniteti asaj ftesës ju përgjigj me një prezencë dikon në afër 150 prind që ishin ardhur, edhe me familjare, me fëmijë, dhe brenda një kohë shumë të shkurtë kishim listën me 185 nxënësa. Na kishim mundësinë të marrëm vetëm për 2 kurse klasën e parë deri në 4-ën dhe 5-ën deri në 10-ën 50 nxënësa, kështu që tani hinum në debatat ndryshme me ministrinë, me acarime dhe me disa lufta tjera, dhe tash 5 vite ma vonë, vitin e kalum, unë kam punu 3 vjetë në Komisionin Shtetëror për planin arsimor të gjuhës shqipe si gjuhë modern e huj. Tërë me thonë, nuk është vetëm Shqipja tani, është gjuha 12, për folzve është ma e vogla, në krasim tash për shembull me spanjolishten, anglishtën, apo gjuha tjera që të kanë botë, ndoshta shumë njerëzit që e flasin a gjuhë, por është suksesi sepse për herën e parë sipas kornizës ligjor për gjuhë tuaj të Bashkimit Evropian, gjuha shqipe të shofrohet edhe si gjuhë e 3 e huj, edhe gjuhë e 2 e huj, që e ka një peshë aq të madhe sepse e ka nivelin edhe rangun e njëjtë tani si gjuhat vjetra latinishtja, greqishtja vjetër, anglishtja, frëngjishtja, dhe me thonë ato gjuhë që tani në Gjermani jepen mësim shkollor që 60 vite, dhe është interesant sepse tani e kanë ofertën edhe njerëzit që nuk janë shqiptarë. Pikërisht, e ke ndjekur këtë proces, cili është impakti, sa ka qenë implementues, do thoja, apo tërheqës, sa ka patur të interesuar edhe nga nxënësit me origjinë të huaj? Në klasën në mësimin, do me thonë në London, zgjedhor të nxënësave të klasave 4 deri në 6 në shkollën tonë Schule Maritstraße në Hamburg, shumica e nxënësave të cilët e vijojnë këtë kurs janë jo shqiptarë. Do me thonë, ato shqiptarët bëhen ambasador gjuhës të vetë, që e rritat vetbesimin edhe krenarin, do me thonë, për kulturën, për origjinën tonë, thjesht, e në këtë ofertën që dhe ne majmë të martën për orës 4 dhe 7:30 të mramjes, sepse është një ofertë që bëhet mas orarit të rregullt mësimor, ku kanë mundësi të gjithë nxënësat të Hamburgut të vijojnë në shkollën tonë. Ato kemi ma shumë shqiptar, po ka edhe për shembull fëmijë që kanë prind binacional, një pjesë e prindve shqiptar, një pjesë është jo shqiptar, edhe i kemi disa nxënësa, sepse siç e dini gjuha shqipe është për momentin gjuha e kulturës trinis, kur të shikojsh të gjithë artistat, sportistat, po edhe fëmijët e shqiptarëve që jetojnë në Gjermani, e kanë bërë një far coolness, do me thonë është një gjuhë cila kur tendrinia ta flet pak e ka atë peshën e vet. Dhe kur ta shikojsh edhe muzikën në rap në Gjermani për shembull, kur ti shikojsh të gjithë artistat Dardan, Loredana, Aceti, e kanë promovuar atë kulturën, origjinën, prardhjen e tyre përmes kulturës të muzikës aq tepër, sa ka nxënësa që nuk janë fare shqiptar, po din ta knojnë krejt tekstin në gjuhën shqip. Edhe tash kur të vinë mësim te na ose të kontaktojnë ty, kanë dëshirën ta kuptojnë edhe atë tekst. Ndonjëherë unë bëj shaka e thënë, pa nashta disa elemente të atij teksti do t'i lojmë pak onash, se nuk janë kështu për rinin, po këtë pjesën tjetër pa tjetër mundëm ta bëjmë. Mendoni se është mision i përfunduar, apo... Po, pa tjetër ju, gjua nuk përfundon kur. Apo thjesht është një stad i cili ju zgjeron horizontin për të vazhduar edhe me lande të tjera e kështu me radhë? Pa tjetër që duhet me vazhdu gjithsesi me lande të tjera, janë 16
Landën në Gjermani, se cilë e ka në çështjet të edukimit dhe çështje edukative e ka atë autonominë e vetë. Është shumë e rëndësi që nashta ajo të marret si shembull, si model edhe të vazhdoj të utjonisha para 2 muajve me Këshillin e Arsimtarëve Shqiptar në Nordrhein-Westfali, me Akil Miftara edhe Nexhmin Reqica, cilët e kanë bërë një kontribut madh atje. Isha prezent në bisedë me ministren Fela, të Ministrën e Arsimit të Nordrhein-Westfalis, cila shpej një interesim jashtëzakonisht madh të bëjë në këtë drejtim ma tepër, sepse edhe Nordrhein-Westfalia si shtet i madh me mbi 17 milion banor, me mbi 3.000 nxënësa shqiptar, më shumë se 30 mësimdhënës cilët e japin mësimin atje, cilët japin një kontribut jashtëzakonshëm. Marramenc mundesh me thonë, se në Hamburg nuk kemi aq tepër se Republika ose qyteti i Hamburgut i ka vetëm 1.8 milion banor sa Kosova, dhe nuk kem mësim aq të madh, me thonë, sa në këto shtete që janë me sipërfaqe, me hapësirë. Po, këtu për shembull Baden-Württembergu, rrethina Stuttgartit, Bavaria, ku ekziston lapshi, që koordinohet shumë nga Milazim Ukaj, ka nevojë, dhe këtë do ta bëjmë, në dëshira onë është ta bëjmë. Mësimi ose gjua është një mision, ajo nuk përfundon me një çështje. Unë për shembull kam dëshirë që të zgjerohet, po ëndrat e mia janë edhe shumë më të mëdha, edhe janë shumë më. Ku jemi te ëndrat? Ti marrim paksa, domethënë se ëndrat fillojnë dhe janë sidomos të mëdha dhe pastaj bëhen objektiva dhe krijojnë, do thoja, personalitetin apo historinë e secilit. Kur filluan këto ëndra të shfaqeshin, qoftë edhe për gjuhën shqipe, qoftë për gatishmërinë tënde, për t'u përfshirë në lëvizjet adhetare, për të dhënë kontributin tënd, në çfarë moshe, dhe me që është biseda jone e parë që po zhvillojmë për shikuesit, origjina e Muhamet Idrizit nga është që sa kohë jeni në Gjermani, na flisni pakës për fëmijërinë tuaj. E vërtet, unë kam lindur në vitin 1983 në Mitrovic, në pjesën verior të qytetit Mitrovicës. Nona ime është nga Prekazi dhe baba ime është nga Majaci i Llapit. Familjarisht jem të lidhur me Jashart edhe me Demaçt, sepse gjyshja ime vjen nga Lupçi, nga fshati Adem Demaçit, dhe perindemia njoftuar në Mitrovicë është gjithmonë ajo shaka familjar që Llapi e Drenica zakonisht nuk martohen njëri me tjetrin, po ajo ura ibrit i ka lidh ato në Mitrovicë. Dhe kanë bërë mirë se kanë bërë kështu një personazh, një personalitet spikator, mirë kanë bërë. Mendoj që është okej, rezultati është mirë, nuk është keq. Dhe unë jam gjeneratës 83, kam përjetuar periudhën e heqjes të autonomisë, unë kam qenë vetëm shumë shkurt në shkollë në pjesën veriore, dhe mandej ndolli ajo që ndodhi, që u përjashtuam për shkollës. Dhe perindemi migruan në vitin 1993, me parin qershor 93, nuk e harroj kur atë datë, në kampin e refugjatëve në Karlsruhe, ku ironia e kësaj ishte par dje unë erdha në kolokvium doktoraturës në Karlsruhe, për herën e parë mas afër 30 vite, dhe e kalova atë rrugën ku është ai kampi i refugjatëve ende. Dhe paramendoja atë momentin që ku ka filluar ajo karrierë para 32 viteve, si fëmijë i vogël, që e kam përjetu, si me thonë, i kam përjetu se cilin moment, na e shumë 4 fëmijë, perindemi, dhe unë e motra e me madhe kem flejt në një shilte, që cila na ka shtafruar. Ajo motra krejt e vogla është 6 javë flejke me nanën, dhe motra tjetër flejke me babajnë. Vllau ka lind me 1 qershor 94, 1 vjet ma vonë ka lind në Gjermani, afër këto në Münzingen, dhe unë kam jetu në një fshat vogël Fronstedt në këto në Schwäbische Alb, dhe 700 banor, ma shumë Gjerman, autoktone? Shumë krejt Gjerman, ishën të gjithë Gjerman. Dikur erdhi një familje nga Bosnia, po ajo migroi tani tutje, shkoi në Amerikë, s'ka pas domethënë shqiptar ato. Dhe zona është më kështu zonë rurale, ku ka shumë bujqësi, ka shumë njerëz thjesht punëtor, dhe unë përfundova shkollën fillore klasën e 4 atëherë. Mësimi ka qenë gjithmonë diçka në familjen tem që e ka pas një vlerë të jashtëzakonshme. Edhe pse perindemi në ato periudha dhe në rrethana familjare në shtetin am nuk kanë pas mundësi të shkollohen, tepër shumë, sepse kanë qenë shumë fëmijë ose i kanë pas ato frikat për vajza, apo
ka pasur vështirësia ekonomike të mbijetesës, ku babai për shembull ka punu në Treg të Mitrovicës, si djalë shumë i ri, që të ketë një rrugë dytë. Po e kanë ditë vlerën e edukimit dhe gjithmonë është ai pak presioni ndoshta te ai fëmiu më i madh që ta arrit një sukses si zot shtëpie pak po, ta arrit një sukses shkollor, sepse ajo është edhe ka qenë edhe ajo një atë arsye të migrimit. Do me thonë që kur të përjetojsh atë momentin që nuk lejohet gjua jote të përdoret, nuk lejohet shkojsh në shkollë mo, nuk lejohet të edukohesh, ajo për një këmbë është një farë mbytje për zgjalli, dhe prindemi i jepshin shumë vlerë edukimit, edhe pse nuk e dishin si funksionon sistemi, këtu e pse ndonë fëmijët në klasën e 4, apo si funksionon, e unë gjithmonë e kam pas atë vullnetin që të mësoj. Sepse ishtë gjitha Afrika që do të kthehesh, se nuk e shumë leje qëndrim, gati 12 vite, po gjithmonë me atë idin, kthehesh, po nuk ka me rëndësi kur të kish maturën e Gjermanisë, diqysh do të delsh balë situatës edhe në Kosovë, do të bërë diqka, me një farë shprejse, me një farë guximi, me një optimizëm. Dhe herën e parë, rrugtimi i mësimit plotësues me vërtet ka filluar në universitet, në kafeteritë universitetit. Se kur fillova unë të studioj në vitin 2006 në Universitetin e Edukimit Ludwigsburg, ne ishëm 5 shqiptarë edhe në 5500 studenta. Dhe çfarë ishte interesant ishte që të gjithë ata të tjerë shqiptarë, 4, ishte një nga Malizi, nga ona Olqinit, edhe 2 vajza nga Kosova, Malishevës dhe Prizrenit, unë isha i Mitrovicës, i lindur në Mitrovicë, dhe ishte një djalë tjetër nga Ferizaj. Dhe ishte interesant që secili prej atyre të 4 tjerëve dinte gjuhën shqipe shumë më mirë ta flisë si unë. Se unë e kam mësuar vetëm, krejt është autodidakt. Unë do me thonë kam qelë vetëm klasën e parë në shkollë dhe mandej nuk kam viju kur një mësim institucional. Por ata e flishin ma tepër gjuhën letrare, dishin vokabularin e kishin shumë ma gjylluar dhe unë i pyta tu i pi kafën pauzë ndërmjet 2 legjeratave, thash, të më fashi, thash, po ju ku e keni mësu gjuhën? Se ishëm si një gjeneratës. Dhe ata fillun të flasin për mësimin plotësues gjuhës shqipe në Stuttgart. Dhe unë e këshyra i pyta, i thashe, qka ka qenë kjo, si ka funksionu kjo, me një farë kureshtarie. Dhe ata më thanë, po unë kam qenë, thënë, Stuttgart të mësu si filan fisteko në shkollën, pej klasës të parë, dhe në klasën e 10 kam qenë mësim plotësues. Dhe tash hupi mu pak aj teksti, se thash me të vërtet, po ajo tjetë unë kam qenë në Heidelberg edhe në Mannheim të mësu si filan fisteko në shkollën, filan fisteko në mësim. Edhe unë la një farë për shtypje, sepse unë nuk isha ndëgju fare që ka një mësim gjuhës amtare në diasporë, ndashta edhe pse kam qenë ma shumë në një zonë rural me vend bani me familje. Dhe unë tash në ligjerata, tu e patë strukturën e viteve të 90-ta që ishë formuar atër nga qeveria në Eksil, po edhe të viteve para prak, për shembull në Nordrhein-Westfali, në vitet e 70-ta ka pas bashkëpunim institucional me memorandum bilateral ndërmjet Jugosllavisë dhe Nordrhein-Westfalisë që i kanë sjellë mësimdhënëst. E interesant është se në Hamburg, në vitin 1977 është hapur shkolla gjuhës shqipe nga shqiptarët që kanë ardhur punojnë portën e Hamburgut si gastarbeiter, punë tron trupit dhe kishin frikë që fëmijët e tyre që i kam tani shok, do ta upin identitetin apo kulturën dhe e kanë themeluar klubin e futbollit. Në rrethana klubit të futbollit e kanë hap shkollën Fanoli, që më ka lënë përshtypje shumë kur e tregojshin historinë, sepse ata të gjithë kështu musliman, po shkolla me emrin e Fanolit. Kur e rihapëm në vitin 2019 mësimin plotësues në Hamburg, e pash që po vazhdojmë në një traditë që nuk e ka spikuar ose nuk e ka bo Muhameti, po vazhdojnë një traditë ku kanë jap shumë njerëz para Muhametit kontribut dhe ja dhan emrin mësimi i gjuhës shqipe në shkollën Marritzstraße në Hamburg Fanoli. Dhe unë e Nadirja tash cila është nga Maqedonia e Veriut, ishte musliman, po për Gjerman është interesant se ai Fanoli diqysh u dok si një prift ortodoks. E tash për Gjerman është si funksionon kjo. Na i thashëm pa ajo është adhetar, është një person i jashtëzakonshëm i kombit, ka jap kontribut në arsim të jashtë, një thesar që na nashta nuk mundëm kur ta mrrim në atë farfushën që ka bo aj për kombin e vetë, po në qatë traditë na dojna ta vazhdojna. Unë mbarova provimin e parë shtetëror me temën e mësimit plotësues në Baden-Württemberg, është një farë
hulumtimi bazik, ku i intervistova disa mësimdhënës, cilë me 30 vite gati këshin jep kontribut vullnetar që bijetoj mësime, pa pagesë, me mjetë financare të një shoqatet, apo të një shokut, apo dhe mandej mbaroj ajo, lindi ajo ideja në bashkëpunim me entin shkollor të Heilbronnit edhe Konsullatin e Republikës Kosovës në Stuttgart, ta bojmë një kvalifikim së bashkut, mësimdhënësve, unë ngrit numre, erdhen disa fonde financiare për një përkraje ma shumë simbolike, të minjojës të punës të atë në mësimdhënësve, dhe në një konferencë të entit shkollor të Heilbronnit, ku unë isha si koordinatori i gjuhës shqipe në atë hove në viteve 2015, kur erdhen shumë refugjat, isha në një konferencë, njoftova nonën e doktoraturës, se i thojnë në Gjermani, doktomuta, në një konferencë kishëm një ballafaqim, dhe ajo më ftoi, tha, do të vish tani janë kolokvium, tha, në Hamburg, në universitet, tha, se unë kisha pas dëshirë, tha, me të pas ty për doktoraturë. Pa unë nuk më tregoj që ish universiteti ushtarak, e jo universiteti cilin e njohëm na, universiteti shtetëror. Dhe unë shkova te universiteti shtetëror dhe thras telefoni, thash, unë jam këtu. Tha, jo, tha, te si je këtu, se unë jam këtu. Thash, po ku je ti? Tha, unë jam te universiteti ushtarak. Tha, te ku je? Thash, unë jam te universiteti Hamburgut. Tha, eja te universiteti ushtarak, hina të mrena për cela kolokviumin. Si me thonë, ajo mentorimi shumë i mirë, sepse ishëm vetëm 5 vetë në doktoratur me një profesor, dhe unë nala mendova, thash, një me 5 nuk e ki ndoshta edhe në Harvard mentorimin, pse jo do të vi, mora statusin zyrtar i shtetit për cela në Republikën tjetër, ma ofroj Hamburgun një vend punës në shkollën ku jam tani ato, dhe kur fillova ishi vetëmi shqiptar, është edhe një kurioztari tjetër interesant në këtë drejtim se me një shqiptar fillon tani të bëhen 2 shqiptar, dhe tani në shkollën tonë janë 16 shqiptar që cilë punojnë. Do me thonë jemi 8 mësimdhënës të fushave të ndryshme, edhe janë edhe 8 ndimës mësimdhënës që shumica prej tyre janë studenta që janë shoqatën tonë. Ka patur paragjykime nga gjermanët për shembull, kur kanë lexuar emrin që është një shqiptar mësimdhënës, qoftë nga prindërit që kanë sjellë nxënësit e tyre, e ke ndjer atë? Ka evoluar pastaj kjo ndër vite dhe është bërë i barabartë dhe nuk ka më paragjykime, apo nuk ka ekzistuar fare? Fatmirësisht nuk ka ekzistuar, kurse diçka që e çmoj jashtëzakonisht të gjermanët është që e vlerësojnë profesionalizmin. Okay. Kurse te nana kanë gjithmonë pak një paragjykim një herë kur tani është një shqiptar. Edhe te hapja e mësimit plotësues gjuhës shqipe, kur i kishëm disa kështu mramje të prindve, tani informime, hasa edhe një herë në një situatë shumë interesante që unë mendoj të reflektoj një anekdotë shumë e shkurt ku një person nga Shqipëria me pyetje, tha, a ka tha këto edhe shqiptar, tha, të vërtet që jepin mësim? Dhe unë tani një herë u çudita se kuptova, po më kupton. Se mu do interesant se të gjithë ishëm shqiptar. Tha, na shqiptar shtu për shembull, tha, katolik, tha, se krejt mësimdhënës të emnat muslimana, po më kupton. Dhe unë e buzëqesha një herë, i thash, të më fashi, thash, a guxoj me ta bëjmë ty një kundërpyetje? Tha, po. I thash, kjo farë shkolla me këtë farë emnin Fanoli, tha shumë do këtë qenë ka një hoqë shumë i fort, unë kupton, me atë shakon time. Dhe aje kuptaj tani atë humorin, pak i thash, po nëse e gjona e shqiptar që është katolik, dhe mësimdhënës, është i kvalifikum, ma sjell, i thash, po edhe një pyetje tjetër e kam. Te ndjeri Robert Ezi, thash, a i kështë dërguar fëmijën tënë ta mësoj gjuhën shqipe. Dhe aje, këshyre pak si çuditshëm, tha, po pa tjetër, tha, e kësha dërguar, i thash, pa i nuk është as musliman, as katolik, as shqiptar nuk është, a më kupton. Tha, po ajo është albanolog i jashtëzakonshëm. Dhe unë i thash, a përse i thash është interesant, sepse a ke pyet ndonjëherë na mësimdhënës gjerman, a është nga Bavaria, a është katolik, a është musliman. Ti kur te pyetsh ato, e pyet se din që e ka marrë provimin e dytë shtetëror, i ka kaluar ato filtrat profesionale, dhe kur e ka marrë atë vulen, atë betimin nga shteti, a i tani është vinë e parë profesionalist. Naturisht. Mirë është i thash me qenë profesionalist edhe atletar, pak patriot, i thash shqiptar në vinë e parë, e tani ato tjera i thash vinë në rënin e tretë. Dhe filloj edhe ai të buzëqesh, sot e sjell fëmijën e vet në mësimin plotësues. Ku jemi tek rendet, ne aktualisht do t'ju lëm rendin reklamave, hapësirës publicitare, dhe pastaj do rikthehemi në një kapitull tjetër interesant të bisedës sonë. Ti ndjegim.
Fitoni rahatin e vërtet me kondicionerët inverterët të serisë Gentle Cool, tani me zbritje të jashtëzakonshme. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë. Vizitoni dyqanet tona në Pejë dhe në Prishtinë. Porosisni tani online. Mbajini shtëpinë tuaj të freskët gjatë verës dhe të ngrohtë në dimër. Bruno është zgjedhja ideale për ju. Adheu në zemër natyrisht është e çdo margjimtar kudo në përbot. Formati më i ri i televizionit TVR, Adheu në zemër ka për qëllim që t'ju ofroj pikërisht të fëmijëve të margjimtarëve tanë të moshës 6 dhe në 12 vjeç një hapësirë televizive për të shpalosur talentin e tyre në fushën e recitimit. Pra yjet e recitimit nga diaspora. Të gjithë ju të nderuar prindër që keni pikasur talent tek fëmijët tuaj në fushën e recitimit, ose vetë ju dëshironin që fëmijët tuaj të jenë personazhe në këtë format televiziv, atëherë mund të aplikoni në faqen tonë në Facebook Televizioni TVR. Dërgoni aty të dhënat tuaja si emri, mbiemri, një numër kontakti dhe gjithashtu edhe një video të kandidatit apo kandidates me një recitim të një vjershe. Vjershat apo poezitë duhet të jenë me përmbajtje për Adheun. Ju mirëpresim. Kantier Gjigan. Angazhim dhe përgjegjësi. Qindra shqiptar të punësuar në këtë kompani. Reka Kompani, me pronar vëllezërit e Reka, lider në fushën e ndërtimit në Belgjik. Rikthehemi në studio të dashur televizionikues me personazhin e spikatur sonte. I nderuar, tani do flasim për gjithë atë që është bërë ndër vite që fëmijët e bashkëtetarëve tanë këtu në Gjermani të ngjizen me gjuhën amtare. Gjatë qëndrimit tim dhe punës time këtu në Gjermani kam parë shembuj të pashoqë, do thoja heroik, me vullnetin, humanizmin, gatishmërinë e shumë arsimtarëve, të cilët në mënyrë vullnetare kontribuojnë në shkollat në mësimin e gjuhës shqipe. A mendoni se ka ardhur koha këtyre arsimtarëve t'ju kompensohet e kaluara për kontributin e dhënë dhe në të njëjtën kohë të futen në një sistem financimi të dy qeverive tona, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri? Është një pyetje shumë e mirë, është një pyetje ku do të ndoshta pak mendoj janë dy elemente këtu që kanë peshë. Mendoj që patjetër do t'ju respektohet ose ta keni mirënjohje për kontributin cilën e kanë dhënë. Na e kemi tani shumicën e mësimdhënësve një gjenerat pak të moshuar. Ka disa që vitet e fundit kanë shkuar në pensionim dhe kanë atë problemit e pensionit sepse nuk kanë kurfar stazhi, nuk kanë kurfar kontributi të paguar në trustin ndoshta pensional. Të regjistruar në ndonjë dokument. Dhe nuk marrin, edhe pse kanë bërë punë të shkëlqyeshme, nuk marrin për atë punë në fund të jetës tyre në pension, nuk marrin asgjë. Kjo është një problem. Për këtë arsye mendoj që duhet me gjetë një çelës ose një formë që ky problem, kjo mangësi mos të metë vetëm një hapësirë e boshtë me fjalë të mira ose me mirënjohje në letër, po ta gjejmë një formë të financimit. Nuk është edhe kjo një problem mendoj në shumë i madh, tingëllon ashta pak jo mirë me thonë këtë ndoshta për skenën politike, por kur ta paramendojsh që diaspora jote e çon një remitancë 2 miliardë çdo vit, po flas tash për Republikën e Kosovës, se e di terrenin pak më mirë. Vetëm 1% as i kthehet. Po, nëse e marrëm një shumë të vogël 2 milion, unë isha gjithë ajo 2 deri në 4 milion, mendoj që shumë probleme do të zgjidhen. Këtu kam dëshirë të ndërlidhem me një sen shumë të shkurt tjetër para se të kthehen atë kjo elementi tjetër. Kur ta shikosh në kohën e globalizuar, në botën e globalizimit dhe teknikës me
inteligjencën artificiale, çfarë dinamike i ballafaqohen edhe fushat e gjuhëve, dhe kur të paramendosh që për shembull me 200.000 euro ti mundesh ta bësh certifikimin e gjuhës shqipe deri në nivelin B1 dhe Republika e Shqipërisë dhe e Kosovës. Shqiptarët e Maqedonisë të Veriut i kanë të zemrës pak kështu të veçantë, sepse janë për disa sfida dhe politika më të vështira, kështu që nuk kam dëshirë t'ja vlo barën ose gjykimin atë në vedhe, pse e kem na kështu shumë zakon të bojmë këto farpunë ndonjëherë, atar kam dëshirë t'i përjashtoj pak. Po nuk është e kuptueshme në kohën e globalizimit të shkruajsh në kurrikulen si fëmijë i lindur në diasporë, i rritur në diasporë, si për marrë tash vetveten si shembull, ose gjeneratën mas mije që ka lind këtu nuk ka arsi, unë nuk ka migru moshën 9 vjeçare, që ta shkruajnë në CV-n ta shkruajnë gjua amtare shqip, po de facto nuk posedojnë asnjë certifikim të famshëm që është e njohur nga bashkimi familjar, nga institutet Goethe ose TELK, apo TEFL, kur shkosh studiojsh jashtë Gjermanisë si student me përardhje shqiptar, tani ka ardhur koha që duhet ta bëjmë edhe një certifikim gjuhës shqipe me një shumë 200.000 euro, që është një shaka që ende institucionet e Republikës të Kosovës. E din institucionet apo nuk e din? Jo, institucionet e din institucionet e Shqipërisë pej kohës të Pandeli Majkos, deri sot. E din institucionet e Republikës të Kosovës pej momentit kur është themeluar Ministria e Diasporës. Dhe janë bënë të shurdhër? Deri sot. Po, janë bërë të shurdhër, nuk e di, në arsituan me procedura birokratike, gjojnë me bugjetin, ne do të me bo kërkesa. Kështu, për mua ato janë sene të koqme, sepse me këtu ballafaqime, unë tani kam pas gjithmonë atë qasjen që shumë herë kam fol me ta, se marrna me këtë problem që 12 vite, jo sot, jo dje. Kam përjetu 3 ambasadora që kanë ardhur dhe kanë ikur edhe ende jem të ju marrë me këtë punë. Po dikur e kam kuptu që duhet ta bëjmë vetë, na mundëm bëjmë presion politik, po nuk ka patur iniciativa pak më institucionale për ose në kuadër shoqata dhe ose kam bërë ato iniciativa, kem plot njerëz që bashkëpunojnë në këtë drejtim, mungon ndonjëherë emblemi ose logo e shtetit, ndonjë ministri apo ndonjë institucionit. Kam biseduar 3 herë me kryeministrin e Republikës të Kosovës për këtë punë. E kam shkruar strategjinë e Gizit në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Kam biseduar me Ministrin e Arsimit Arperia Nagaci 4 vitet e fundit 3 herë për këtë temë. Ministrja e Punëve të Jashtme të Republikës të Kosovës, Donika Gervala Shvarc, cila ma ka pa të hapësirën të bëja strategjia e dim për këtë punë. Strategji që kujnë 61 pika, për cila 47 pika e kushtojnë Republikës të Kosovës edhe Republikës të Shqipërisë asnjë cent. Do me thonë mungon vetëm vullneti politik që të mbaron kjo punë. Edhe tash kur mungon vullneti politik, këtu fillon për mu problemi, ajo dilema si mësimdhënës, si profesionist, na kur shkojnë tani fëmijët tonë verës në pushim dhe nuk din të flasin shqip, na gjykojnë a viktimin. Nuk e gjykojnë a institucionin cili nuk e ka ofru mundësin që ai person cili është viktim mos gjykohet, sepse unë e mendoj kur jeti një shtet demokrat dhe e din atë sfiden e mbijetesës në për shtëpia private, në përpodrume t'jepjes disa gjeneratave të mësimit, po flasë tash vetëm për Republikën e Kosovës, dhe ke luftuar në një sistem cili ka okupu ma tepër për çështjen e edukimit, me vullnet ma të madh, në shtetin po edhe në diasporë që e ke shtru një sistem paralel të mësimit plotësues, dhe tani jeni një shtet i lirë, demokrat, me krejt punë në durë tua, me një buxhet mbi 4 miliardë, dhe nuk je në gjendje ta kuptosh rëndësinë e kësaj pune, atëherë për mua nuk mundem të marr më seriozisht kur ti e merr atë guximin, se të gjithë politikanët e bojnë këtë, e ki përshtypjen që ata janë më ekspertë se ekspertat e mësimit plotësues kur ti marrin fjalimet publik politik, po problemi i mësimit plotësues është që nuk mundesh me fitu shumë po jena politik. Jo në brenda një periudhë shumë të shkurtë derisa të vinë zgjedhjet e ardhshme. Prandaj nuk investohet. Me këtë arsye nuk është e njëjta si kur ta shtrosh pak asfalt, edhe duket një rezultat i shpejt, edhe i merr disa vota, po këtu do të kesh një frymë shumë gjatë si në një maraton që të arrish suksesin. Po unë jam optimist, nuk du gjykoj në mënyrë vetëm negative, sepse unë e di që në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë dhe të Kosovës, kapitulli numër 26, ku është çështja e kulturës dhe gjuhës, do të bëhet një barë për 2 republikat, tash këto mundëm ta incizojmë dhe ta kemi edhe disa vite më vonë si dëshmi,
ku ato flitet për shembull për ligjvënësje, për ligjet e Republikës së do të përshtaten me ligjet e Bashkimit Evropian. Ata duhet dikush ta bëjë si profesionist, ose përkthys në Bruksel dhe në Strasburg, kur do të bëhen debatat në parlamente, duhet me qenë njerëz profesionist që ta bëjnë këtë punë. Na e dim pej rastit cëlt të tregova para prak gjykimit në Den Haag të Miloševićit për krimet luftës në Ballkan, që gati seancat ndaj tina kanë dështuar sepse e kërkojshin një përkthyes profesionist, cëlt i den edhe ato tingujt, melodit e dialekteve të ndryshme, trajoneve të ndryshme, sepse gjuha shqipe është gjuha me një pluralizëm të jashtëzakonshëm, pe shumë gjuhave të botës nuk e kanë atë pluralizëm dialektesh që ka gjuha shqipe. Dhe i ndjeri, ajo është humbja më e madhe e tina, i ndjeri Robert Elzje e bëj këtë përkthimin në televizion të RTK-s që mua si fëmijë tani ende më tingëllon në vesh zëri i tina, sepse na nuk e di shumë kush është ai, nuk e ke di që ai nuk është shqiptar, kur të dëgjojsh përkthimin e deshe, wow, kë do të me qenë i jashtëzakonshëm si përkthen, e na në këtë farë rrugtime drejt Bashkimit Evropian kena me pas këtë sfidë. Diaspora shqiptare nuk është më vetëm thjesht një fuqi ekonomike. Gjenerata të cilët këtu arsimohen, edukohen, integrohen, krijojnë profile të ekspertëve në lëmi të ndryshme, të cilët vetë shteti gjerman i ka inkorporuar në sistemin e tyre. Por qeverit tona, shtetet tona, sa kanë ditur dhe sa po bëjnë që ky kontingent dhe kjo fuqi t'ju shërbej edhe origjinës së tyre, duke i involvuar qoftë në projekte, qoftë si bashkëpunëtor, po qoftë edhe, domethënë, në ministrit përkatëse, siç është Ministria e Jashtme, ose në përfaqësitë diplomatike kështu me radhë. Sa i kënaqur me këto procese? Unë jam shumë pak i kënaqur. Unë isha njëri prej tyre, tregova që ishin kabinet ministrës. Okay. Po kjo iniciativa vinte më tepër nga Gizit Gjerman dhe organizata jo qeveritare Germin, cila marret jashtëzakonisht shumë me çështje diasporës. Okay. Ata e ka themeluar atëherë Liza Gashi, që është tani zëvendës ministre e punëve të jashtme në ende në detyrë, por ka vazhdu punën Germini me Sihanën, Sihana Bejtullah dhe Lirim Krasniqi, ka zgjeru aktivitetet edhe në Shqipëri, në bashkëpunim me Gizet i ka gjetë ekspertat e fushëve ndryshme dhe është mënuar të inkuadrojnë për institucionet ndryshme, nivelit komunal, nivelit qendror, po edhe ndoshta organizata cilët e kanë një profil specifik cilët të marret me diasporën. Ata në bashkëpunim me Gizin kanë bërë shumë një punë shumë të jashtëzakonshme, po institucionet vetvetiu kanë bërë shumë pak. Okay. Edhe pse? Sepse këtu lind tani një konflikt shumë i madh ndërmjet diasporës dhe shtetit tam, sepse nuk kam dëshirë të krijoj përçarje, por një person që është jashtëzakonisht i kualifikuar në një lamit caktuar, ajo është automatikisht një konkurrent i mos profesionalizmit brenda në institucionit shtetit tam. Sa është diaspora vetëm diasporë refugjate ose punës të krahët ose gastarbajter, nuk ishin këto konflikte shoqëror sociale. Po tash kur ti ki një diasporë cila është tepër e kualifikuar, tepër profesional, Muhameti është nashta vetëm njëri prej atyre pakve në fushën e vet. Po ajo sa Muhameta ekzistojnë në Gjermani që janë edhe më Muhameta, ekonomike, ushtarake, diplomatike. Tash unë për shembull pa problem të një spaku 50 persona, fushat ndryshme që te para gjermane kanë një autoritet ose një reputacion në fushën e vet profesional aq të lartë, që të lojnë pa tekst. Është Gens Roma të kompania famshme DHL. Është Agon Kamberi në Berlin në fushën e energjisë. Se ka qenë gjithashtu një ekspert i Gizit në Kryeministri të Shqipërisë për strategjinë e energjisë të Shqipërisë, një temë që është temë globale. E kem Alisa Liun, cili e ka themeluar organizatën Ura Kult, cila për mua personalisht, edhe pse edhe na e kem fushën e vetë. Gjithon nga mërgata shqiptare Gjermanisë. Vetëm Gjermani, njëri është në Bonn, tjetri është në Berlin, tjetri është edhe jeton Offerbonit, do me thonë DHL, Ura Kult është Alisa Liun është nga Mitrovica, po e ka themeluar me bashkim me Hollin organizatën Ura Kult, cili në fushën e artit i bën shkembimin edhe koncertet cilat i ka bo Pirona Nishliu që e ka sjellë në Gjermani në një salë koncertit në Köln, Altes Pfandhaus, cila është e famshme për muzikën e Gjermani, ose shfaqje artistike. Shoqja më e mira në Hamburg është Elbenita Kajtazi,
soprano me nivel botëror. Përveç Armonela Jahos që janë për mua si femna në skenën operistike maramense, punon në operën shtetëror të Hamburgut. Edhe ambasadorët më të mira të kombit. Ajo është ambasadori i nderit e Kosovës, po ata bojnë shumë më tepër se ambasadorat. Unë mendoj që secili prej këtyre është ambasador. Ku jemi tek ambasadorat dhe të shërbimet e jashtme, çfarë mendoni që shtetet shqiptare duhet të rekrutojnë në thojza ose të përveçojnë ekspertë, domethënë të ri, të reja, të cilët janë të formuar, të lindur, të edukuar, të cilët kanë në brendësitë të tyre të dyzuar kulturën e vendit, ku janë rritur, por në një kohë edhe të origjinës së tyre, dhe që mund të shërbejnë një urë fort dhe lëbues të fort ndërmjet të dy shteteve. Fjalimi im në diaspora flet në konferencën e famshme e Germinit në parlamentin në kuvendin e Kosovës. I kisha disa kërkesa, fjalim është 15 minuta, mund të shikohet ku e përfaqësojsha kërkesat e diasporës gjermane, diasporës shqiptare në Gjermani, që ka qenë përgjësi jashtëzakonisht e madhe, dhe ato e ceka këtë pikë që ndoshta nuk ju pëlqen shumë njerëzit, që unë mendoj që stafi diplomatik në secilin vend të shqiptarëve duhet me qenë 50% njerëzit që janë lindur ose janë rritur, janë kultivuar me edukim dhe me strukturën e shtetit pric, zakonisht në terminologji janë këtë rast Gjermanisë përdoret kjo, edhe 50% duhet me qenë profesionistat më të mirë në lamit ndryshme që janë me interes kombëtare në Gjermani. Për shembull duhet me qenë njerëzit që e dinë ligjet administrative të shtetit Kosovës së Shqipërisë. Më kisha thonë flejton, ata mi thirrën 3 natës me thonë ka kanjoni që donë mu martu me cilin ligj edhe sa shpejt mundëm ta martojmë, a duhet me ditë ato me njerë të bëj. Sepse unë e kam një çështje të mirë që jam rrit këtu edhe e di lamin time, po do të me kone edhe dikush që e ka lidhet atje dhe e ka lamin atje që me lidh. Është shaka e babgjyshe të në cili thaj këtë djali janë për me arrit sukses në Kosovë të vynë një krye plak thaj ke Jodës, edhe të vynë një i Oxfordit. Edhe kur t'i bësh të dyjat bashk, kur të din me përkthyat nivelin e kësajna të njeri i thjesht, po ndoshta edhe njeri i thjesht e ka një ide që do të më përkthy këtij akademikut, atëherë thaj ke bëhet suksesi. E fatkeqësisht diplomati, unë nuk jam ai se e kam fatin me qenë i pavarur, unë jam shumë kritik, sepse, si që dini, diplomacia e Republikës Kosovës është më e madhe në botë në Gjermani. Na e kem 53 diplomat për momentin në Gjermani, që të marrin pagë. Edhe paga dikun me pagë këtë të gjithë diplomatëve, po edhe të objekte, sepse i kem 6 konsulata dhe një ambasat, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, konsulatat, po edhe ambasata në Berlin. Edhe tash kur shkon shumë dikun gjys milion euro në muaj, që ti e shtin diplomacin tone, ajo diplomaci do të me pas edhe një, që është dhojnë angles, një outcome, do të me sjell një rezultat. Rezultate për mu nuk janë dalin diplomaton me evente kulturor që do t'i bëjnë një atashe kulturor, ose nuk është detyra e diplomatëve tonë të bojnë fotografie, kam taku film fistekun, është okej, edhe ato takime janë shumë e rëndësishme, edhe ato konferenca, po duhet të tregohet një rezultat konkret ku diplomacia jonë e bën një lobi shumë më të madh për interesat e diasporës vetë. Ose tregoj zbatim konkret projekte të ndryshme, si për shembull rimarrja e shtetsisë të Republikës Kosovës do të më qenë shumë më efikas. Sepse numri qytetarëve që janë banorë të shtetit Shqipërisë të Kosovës kanë me pasur ndikim krejt proceset e integrimit bashkimit evropian. Numri sjell peshën politike, sjell peshën e përfundit, peshën në për tani vendimet që do të marren më vonë. Edhe tash kur e dim na migrimin për cilin askush nuk flet, për shteteve anë, është shumë me rëndësi që prapë të krijohet ajo ura përmes administratës. Kritika jam këtu është që nuk kemi mjaftueshëm, fillojnë të senet bazike, nuk kemi mjaftueshëm diplomatë që të dinë gjuhën gjermane. Nuk kemi mjaftueshëm diplomatë që të dinë gjuhën angleze. Kemi diplomatë që kanë ardhur pa dekret të presidentes. Nuk duhet jetë një kriter, domethënë që përfaqësuesit e shtetit, kur shkojnë në shtetet përkatëse, ndër kriteret themeltare ta kenë edhe gjuhën e atij vendi ku shkojnë? Po është pak sfidueshme, ta sjellë unë dikon në Rathaus të Hamburgut. Edhe tash ta bëj të njëjtën kohë edhe atë personin që e ka hap derën edhe përkthysin. Tash do të më vendos ose jaj personin që e ka hap derën ose je përkthyse. A vedin diqysh kur krijon një jo profesionalizëm ose një difuzion të rolit. A vedin nuk është kanë ashtu edhe njerëz që nuk mundën ta bëjnë
përkthimin, nuk e kanë ashtë aftësinë që janë lindur, janë rritur këto gjuhës, ti bojnë këto. Edhe mendoj që krijohet një jo seriozitet. Tash duhet me pas edhe profile konzulatat. Nuk është konzulata e Stuttgartit e Hamburgut njëjtë. Kur e dim për shembull Hamburgu ka një portë, ka një GDP 12 miliard që është 3 herë GDP-ja e Kosovës. Popullata është me numër si e njëjtë, hapësira është shumë më e vogël. Tash për logjikës aty duhet ta kesh një konzullat që e ka profilin ekonomik. Gjithashtu që si e ka edhe Stuttgarti, sepse Stuttgarti cila e mbulon për muar jugën me Bavarinë, edhe i ka një numër ndërmarrësve shqiptar këtu që askush nuk e din vetë sa janë, apo e din që janë shumë, po sa janë nuk e din kërkush, do të më marrë tani me çështjen e ekonomisë ose me zhvillimit të ekonomisë edhe me diasporën e vetë, po edhe me kompanitë e mëdha gjermane që të investojnë. Ligji për taksimin e dy fish, është një temë cilën unë tani që një vjet e gjys e përmeni. Cili duhet jetë kryeqyteti i shqiptarëve, kur shqiptarët janë bashkë në një stres shqiptare? Nga zemra ime kisha thonë Hamburgo, po nga provoja ime që jam rritur në Stuttgart fatmirësisht, ose fatkeqësisht që jam tani në Hamburg, është Stuttgarti. Sepse në hapësirën dikum 50 km rreth Stuttgartit, i kem tashme disa statistika, jo statistika përfundimtare, janë diku 120.000 shqiptarë. Nuk e kisha fjalën për shqiptarët e Gjermanisë, e kisha fjalën për shqiptarët që janë të shpërndarë në Ballkan. Në Ballkan, ato pa një hezitim kisha thonë Shkodra. Shkodra? Shkodra është vatra e kulturës. Shkodra është vatra e patriotizmit. Per ata njerëzit që janë marrë pak me edukim, Universiteti i Shkodrës në Mësimdhënie ka një traditë që asnjë universitet tjetër nuk e ka. Historia e Kalaës Trozofës. Vendi në aspektin gjeografik, kur të shikosh në lidhjen me krejt troja tjera, Shkodra është edhe në aspektin gjeografik është si mendoni që qeveritë tona janë aq larg pamse që po e bëjnë hekurudhën nga Shkodra, Kosova, Malizi që po e lidhin, Unë shpresoj që janë aq larg pamse nuk bën armiq vetvetes në përçarjen me jugën me veriun. Ose gënjishten me toskishten si e kanë bë në farë kohë, në farë kongresi, apo më kupton? Tash, ajo është krejt kanë qenë rrethonat historike dhe janë gjithmonë do të më gjyku në ato rrethonat kohës historike, po dikur do është ta bësh edhe një hap tutje, që ta reflektojsh një herë, ta evaluojsh situatën dhe të ecsh me propozime të reja. Është si të gjuha është gjithmonë dinamike, edhe pse na e kemi përshtypjen që është statike, de facto nuk është, sepse fëmijët që lindin këtu për shembull, që shkollohen krejt sistemin gjerman, ata de jure edhe de facto e mësojnë gjuhën shqipe si gjuhë të huj. Nuk e kanë më gjuhë amtare. Tash kur kje dhe migrim gjeneratës 3, 4, si në Amerikë, ku do në me thonë fëmijët e atënve që kanë migru në gjeneratën tash e 3, 90, 100 vit ma vonë lindin krejt, prind, fëmijët edhe fëmijëve lindin në Amerikë. Ose edhe në Turqi. Po, edhe në Turqi. Turqia është një shembull shumë numër edhe shumë ma e madhe. Unë e mora pak një shtet që nashta nuk ka qenë aq armiqësor në histori, po ku e ke pas ma let edhe të kyqesh në për institucione, ose ta kesh një bashkëpunim me institucione, atëherë ti duhesh me reflektu procesin edhe me thonë tash ka një kohë që duhet me gjetë për shembull didaktikën e mësimdhënies gjuhës shqipe si gjuhë të huj. Me thonë, pse si gjuhë të huj me certifikimin, sepse mundet ta mësoj edhe një ambasador i arshëm gjerman që do të shkojnë në Shqipëri ose në Kosovë. Me thonë, ta ketë qasin përmes gjuhës si kompetencë kryesor edhe në kulturën e atij shtetit, edhe në vlerat e atij shtetit, edhe në elementet për shembull si mikpritjen e atij shtetit. Me sa e di, ambasadori gjerman, por edhe ambasadorët kryesorë të shteteve mike, i dinë ca fjalë shqip, sidomos t'i flasin atëherë kur duhet. Apo jo. Tani do shkojmë një hapësirë publicitare dhe pastaj rikthehemi në pjesën tjetër të bisedës sonë.
era atin e vërtet me kondicionerët inverterët të serisë Gentle Cool, tani me zbritet të jashtëzakonshme. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë. Vizitoni dyqanet tona në Pejë dhe në Prishtinë. Porosisni tani online. Mbajini shtëpinë tuaj të freskët gjatë verës dhe të ngrohtë në dimër. Bruno është zgjedhja ideale për ju. Adheu në zemër natyrisht është e çdo margjimtar kudo në përbot. Formati më i ri i televizionit TVR, Adheu në zemër ka për qëllim që t'ju ofroj pikrisht fëmijëve të margjimtarëve tanë të moshës 6 dhe në 12 vjeç një hapësirë televizive për të shpalosur talentin e tyre në fushën e recitimit. Pra yjet e recitimit nga diaspora. Të gjithë ju të nderuar prindër që keni pikasur talent tek fëmijët tuaj në fushën e recitimit, ose vetë ju dëshironin që fëmijët tuaj të jenë personazhe në këtë format televiziv, atëherë mund të aplikoni në faqen tonë në Facebook Televizionit TVR. Dërgoni aty të dhënat tuaja si emri mbi emri, një numër kontakti dhe gjithashtu edhe një video të kandidatit apo kandidates me një recitim të një vjershe. Vjershat apo poezitë duhet të jenë me përmbajtje për Adheun. Ju mirëpresim. Kantier Gjigan. Angazhim dhe përgjegjësi. Qindra shqiptar të punësuar në këtë kompani. Reka Kompani, me pronar vëllezërit e Reka, lider në fushën e ndërtimit në Belgjik. Patur vështirë ti përshtatesh Muhamedi këtyre dy Muhamedëve, domethënë Muhamedit i cili ishte një refugjat dhe Muhamedi i cili sot është një personalitet, domethënë që njihet nga Gjermania. Nuk e kam pas vështirë se mendoj ato vlerat edhe gatishmëria për sakrificë që ka qenë një pjesë e udhëtimit në atë edukimin tim familjar së shqiptar. Domethënë ta kesh një sakrificë të madhe që njerëzit kanë bërë më shumë sakrifica se unë në rrugtimin tem, tash e kanë jap jetën për shembull për shtetin ose janë burgosur politikisht për arsye që kanë pas një bindje tjetër, ajo gatishmëria me pas një sakrificë për një qëllim më të lartë, ajo është diçka që mendoj shqiptarët e kanë në edukimin ose në vetvetion e kanë një vlerë të jashtëzakonshme. Edhe ajo gatishmëria ime ta bëj këtë sakrificë në udhtim tem pa i ditë disa gjëra, tu i mësu, tu i bo, tu i mësu, tu i pa, tu i marr, tu i e provu apo funksionon, as po funksionon, udhës më ka sjell edhe njerëzi edhe shqiptarë edhe gjerman, mik aq të mirë që ma kanë lehtësu punën. Sepse kur nishti me një qëllim, unë e kam pas gjatë qëllimin ta kryj maturën edhe nëse do të kthehem në Kosovë ose deportohem, atëherë kam një maturë gjermane. Ndryshun ligjet, e mora një leje qëndrim, mbaroj matura, tash do të shkoj me studiu, edhe pse nuk në familjen time gjerë, unë jam i pari që ka studiu këtu në rrethin Stuttgartit për afër 60 anëtarë të familjes. Mandej pe studimeve lindi ai profesionalizmi. Unë isha i pari mësimdhënës në familjen tem, sepse kur thash do të shkoj me studiu mësimdhënien edhe kam studiu për arsye se më ka interesuar gjuha gjermane, shkencat politike dhe etika. Ishin ato landet e preferuar të mia në shkollë të mesme. Ke qenë edhe përfituesi dy bursave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, udhës tani mandej një shqiptar, student në Gjermani që përfitoi dy bursa. Vërtet vitin 2008 ish iniciativa Diversity iniciative me Ministrisë Punëve të Jashtme US Department of State. Edhe unë aplikova edhe pse nuk e përmbush atë gjitha kushtet, për shembull që ta studiosh gjuhën angleze në shkenca politike, ke shumë seminare anglisht, dhe shkova në Berlin, e fitova bursën edhe gjeta veten midis Alaskës në Anchorage për një Summer Institute, një shkollë verore,
ku takova disa shqiptarë të Strugës, me disa Alaskës, edhe atëherë dita që shqiptarët janë gjithkund. Dhe në vitin 2020 aplikova për programin e profesionistave të mësimdhënies. Sa të ndihmoi, sa të pasuroi në horizontin tënd në objektivet që kishe, domethënë këto 2 bursa në Amerikë? Tepër shumë. Okay. Tepër shumë sepse sistemi amerikan është i ka ato mangësijat e veta që nuk janë të mira. Por me thonë kapitalizmi i egër, që është diçka që për dikon që është civilizuar në Gjermani është pak ndryshe, po edhe ajo gatishmëria mi mendu senet në formë të madhe. Think big. Apo gatishmëria edhe me dështu si proces të mësimit. Që këtu për shembull në Evropë është gjithmonë atje për kush e ka përgjegjësinë, ai ke mendu të gjitha format, ku mundet me ndodhë rreziku, ajo në Amerikë nuk ekziston. Ajo është një ide, fillon ideja, vinë disa njerëz që kanë pa kapital, investojnë, e kçyrin qysh po ecë procese dhe nuk është edhe e çuditshme pse i kanë universitetet më të mira në botë. Sepse ajo ideja që ti me kon më i madh, më i mirë, më i fuqishëm është shumë më e zhvilluar. Mendoj që nuk është edhe rastësi që diaspora shqiptare është në Amerikë ndryshe se në Ka nuk të vëmë frena dhe limite, për të jetë mundësi, po që... Vazhdo, gjoje veten, ledhe njerëzit, binde kapitalin, tingëllon si një prallë shakaje, po de facto kur të shikojsh nuk janë pralla shakaje, po mendoj që ka qenë fati madh i joni, tash po flas për Kosovës që e kem pasat diasporë. Edhe që ka jep atë kontribut Avni Mustafaj, për shembull, Elliot, Diguardi, ka dhe tjerë persona, Mark Cosmo tani me fondacionin Global Albanian Foundation, cili e ka përkra Germinin në programin Original që sjell të ri që kanë lindë jashtë Kosovës, ose jashtë Shqipënisë që i sjell për programin që ta hulumtojnë shtetin e përardhjen ndoshta të prindërve ose të babgjyshrave të tyre, që ta lidhin, që ta krijojnë një urë me shtetet tanë. Por rikthehemi përsëri këtu në Gjermani dhe kemi te Gjermania, numri më i madh ndoshta i bashkëtatarëve tanë në botë është Gjermania që udhëheq me numrin më të madh. Por në 16 lande, cili land sipas jush është më i zëshëm sa i përket komunitetit shqiptar, më i organizuar, më i artikuluar? Organizimin e kem sfidë në të gjitha landet. Organizimi është jo në nivel, është ende i dobët. Mendoj që këto shoqatat edhe shoqëria civile e depolitizum, këtë ciku gjithmonë, do të bëj shumë më tepër për formulimin e interesat e komunitetit ndaj palës gjermane, do të thonë për vetvetion. Nëse politika e shtetit e do në mu bashkangjit në atë rrugtim, me çu gjërat përpara mirë se vjen, e nëse nuk do në mu bashkangjit, mos të vjen t'i kërkoj edhe votat. Kjo është një parull shumë e rëndë, ndoshta për disa njerëz politikan, por kjo është një realitet. Unë mendoj që integrimi është i mirë, rruga është e mirë, po tani duhet me rri në nivel tjetër. Për shembull, kur ishim në Hamburg 5 vjet, cilët garojshin për politik, për deputet në Hamburg, mendoj që nuk duhet me qenë vetëm në Hamburg 5 vjet. Po në të gjitha 16 lande duhet me pas gjithë ofertë komunitetit shqiptar në parti politike gjermane për mu votu ose nivelin komunal, ose nivelin të landit, ose edhe në qendror. Pse ju? Ende është ajo ëndra që të bëhet një deputet me përradhje shqiptar në Bundestag të Gjermanisë. Mendoj edhe dështimet nëse je kyç në politik, nuk je votu deputet, po e ke thy aklën të partia e CDU-s, një parti cilën e ka të sënë si krishtere, edhe të vjen një Muhammed ato të futet, që ka kriju një mirë kuptim tepër të madh. Jo një paragjykim ndaj atyve deputet partisë, po një hapje për komunitetet ndryshme, për njerëz profesionista me përardhje të ndryshme që dojnë me kontribu ma shumë në atë profilin konservator, sepse unë mendoj që na shqiptarët jemi kështu pi thelbit pak ma konservator kur vjen puna te vlerat. Që për atë arsye ka qenë integrimi në partinë krishtere të CDU-s të Angela Merkels, ato sepse unë e çmoj për shembull jashtëzakonisht atë aspektin e rujtjes të familjes, edhe aspektet fetare që do të më koordinu nga shteti, po që janë shumë me rëndësi për individin, edhe për shtetin, edhe për familjen, nuk është me rëndësi ka e bën të atë a jamon ka Meka, ka Jeruzalemi, me rëndësi është që ta kesh një koncept vlera, ndoshta që të shërben feja si elementi asojna. Po gjithmonë me respektin tjetrit, që na shqiptarët e përjetojmë si shqiptar në një formë
që mendoj shumë pak në shtetin bote përjetojnë ato, ku edhe Gjermanët mundën me mësu jashtëzakonisht shumë prej njëve, kur të shohin për shembull, sepse ishte edhe Nikola Tuniqesh, një shqiptar i Kosovës, katolik, ishte me mune partia, ajo u votuar për CDU-n, u bot deputet Nikola Tuniqe, po për Gjermani ishte pak dyqysh e dyshim që një Muhamet edhe një Nikola, mrena një partisë krishtere, kanë një bashkëpunim aq të mirë. Edhe tash ata thanë, po, si funksionon kjo te ju shqiptarët, sepse na e kena pasat në bijetesën së shqiptare, kena pasat shqiptarizmin, e kena pas në vinë e parë, dhe mandej këtu tjerat që janë rangu... Sepse shqiptarët e këpunjet janë evropian. E vërtet është, janë evropian, po edhe... është janë evropian. Këto vlera në të cilët faktikisht ata i shojnë tek ju, drejtpës dhe pavarësisht nga besimi, apo emri, në faktikisht shqiptarët janë evropian, janë pjesë e kësaj familje të madhe. Po na se shesën materialin mjaftueshëm. Pikërisht. Apo më kupton, edhe mendoj që është edhe një rrezik që mos më kriju ajo përçarja fetare, mos më kriju individualizmi dhe personalizmi që më fillu tani me thonë, jo na jena shqiptar të Kosovës, jena kosovar. Na jena shqiptar të Shqipërisë, po jena shqiptar katolik të Shqipërisë, ose shqiptar musliman, ose shqiptar ortodoks. Për mu të në vinë e parë je shqiptar. Absolutisht. E nëse si e për mu shqiptar tani, edhe nëse je shqiptar katolik, diqysh s'ma dënë zemra. Ajo, sa i përket besimi, si cili do të ketë atë personale, ndërsa në vijën kombëtare, por edhe atë shtetërore, ne jemi pjesë një familje të madhe europiane. E vërtet. Gjenerata më e re, një sinjal i mirë që adetarizmi, shqiptarizmi tek shqiptarët e Gjermanisë nuk do të shuhet asnjëherë, apo do të punohet më tepër me këtë gjeneratë, qof shoqata, qof institucionet, për të mbjellur sa më shumë në kuptimin e fjalës frymën adetare, për të lidhur sa më shumë me vendin e të parëve, sidomos të atyre që kanë lindur në Gjermani. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme punohet me ta, sepse shtetet amë nuk mjafton ta kenë vetëm atë pullën e patriotizmit të prindë atyre familje. Vëllai jam ka lindur në Gjermani. Pikërisht. Vëllai jam është me profesionalizëm, vjen nga fusha e ekonomisë, ka 3 kompani, bashkëpunon edhe me jo shqiptar, po për vllahën tem, ndonjëherë kur tregonte babai im i nderi për Kosovën, ju do kësi një orë prallash. Derisa ishte në vizitë në atë farë puhallën veror, që shë qujo ne, po vllai jam për shembull nuk ka qenë kur me mua bashkë një kohë shumë gjatë në një teatr të Kosovës. Apo nuk ka qenë kur në një event kulturor jashtë asaj puhallës të verës, të familjes, të martesave, darsmave, të pushime veror, ndoshta në një plash. Dhe tash kur e shinte atë Kosovën e vërtet në për këto evente që unë kisha punë me artista, me njerëz profesional të politikës, me njerëz profesional të arsimit, ai e krijonte një përshtypje edhe tjetër të Kosovës. Edhe e shinte çfarë njerëz ka Kosova, po edhe Shqipëria, sepse ishim edhe në Shqipëri, cilët janë shumë ataftë se Muhameti e Liridoni. Pra të kalibrave botëror. Po, për nivele që na ndoshta as nuk e kena ditë që ekzistojnë atje. Por, këtu për shembull duhet me kriju shteti një mekanizëm ose një ofertë të atraktivitetit. Sepse vllai jam kur ka mundësi ta vendosë të shkojë në Londër, apo New York me profesionalizmin e vet, me studimet veta për shembull, dhe ta bëjnë një praktik në bankën botërore në Selin e Gjenevës ose New Yorkut, atina duhet t'i ofrohet diçka nga shteti am për interesa tina edhe personale, të personit, po edhe të institucionit, që të bëhet atraktiv për shembull për ta edhe mundësia në Ministrinë e Punëve të Jashtme, edhe të bëhet mundësia ndoshta në Ministri të Drejtësisë në Tiranë, që të përfitoj edhe Ministria e Drejtësisë, po edhe personi jo vetëm si vinë letër me shku që kanë qenë ato 4 javë, po edhe një projekt konkret ndoshta profesional që e sjell me veti dhe kur ulet në tavolinë me palën gjermane i thotë shikoni këto e kanë filluar dhe këto do ta bëj. Këto për shembull armiqtë tonë kanë bërë shumë më mirë. Ato duhet mu cek patjetër dhe kjo është pika për shembull që unë prengos, sepse ju e dini programin Zoran Gjingjić burza, cila ekziston, ku Serbia me shumë vite, tash në një dekadë, ka sjell dikon ofër 20.000 profesionista sërbë në institucionet ndryshme gjermane, që kanë thithë edhe investicione gjermane në tregun ekonomik të Serbisë, kompani gjermane cilët, për shembull kompania e famshme Lidl, ose Henkel, që cila prodhon persilin, pervollin, ata kanë gjetë kushtet mira për politikës me fusha tax-free ose me
punësim, mbështetje të punësimit të rinjve ose të rejave të Serbisë, kanë sjell mundësia në lidhje me politikën që shkencëtarët hulumtojnë për universitete të Beogradit, Novi Zadit, shkencëtarë gjerman, ku ata kanë qenë ura, edhe tash kur ata mundën ta bëj pa një komunitet diasporës me 600.000 njerëzi. Pse nanos nuk mundëm ta bëjmë me komunitetin 600.000 njerëzi këto njëjtën. Do të thonë ndoshta edhe më mirë se pala tjetër. Komuniteti shqiptar në Gjermani është një fuqi ekonomike. Po. Dhe si e tillë, sa mendoni se ka hapësira që duhet të përmbushen që ata të ndërveprojnë dhe të fuqizojnë pozicionin e tyre, qoftë në sipërmarrje të ndryshme, rrethona më do thoya të përshtatshme për të sjellë benefite në perspektivet e tyre afariste, qoftë në vendin këtu në Gjermani, por edhe në shtetet tona. Mendoj që e para pikë, se e ka parë por nuk e vazhdova, është jurisdikcioni. Do të thonë, ligji për taksimin e dyfisht është shembull më i mirë kur që 18 vite Ministria e Financave në Gjermani e ka mbaruat ligj, e ka bënë një propozim Republikës Kosovës dhe ende sillet në përsyrtare. Pse është ligji për taksimin e dyfisht jashtëzakonisht me rëndësi? Sepse por të isha një aferist, edhe e kisha 1 milion euro që mund ata investoj. Si shqiptar po flas. Unë nuk isha i gatshëm ta bëj këtë kur unë e di që do të paguaj 40% taksa në Gjermani dhe tani prapë edhe 20% tjera në Republikën e Kosovës nëse investoj. Tash, por ta kisha mundësi si është aspekti i ligjit taksimit dyfisht të vendosi shumës time t'i paguaj ose 20% taksa në Kosovë, ose 40% taksa në Gjermani e ta sjelli atë kapitalin tjetër pa taksim dyfisht, do me thonë në shtetin tjetër, atëherë unë kisha qenë shumë i gatshëm të investoj. Ose nëse është një shumë deri 50.000 euro, një shumë që të merr një kredit privat, s'po flason vetëm ta blejsh një banesë të vogël, një gazonier, por e ta qesh një kompani dhe ti ta kesh për shembull 5 vite kompaninë tonë në Republikën e Kosovës pa taksim në Kosovë. Masa lehtësuese. Po, masa lehtësuese dhe tani atë kapitalin cilin e ke bë atje, tu ka rrit, ta sjellsh në Gjermani, ta investojsh edhe një kompani tjetër, pa të paguajsh edhe një herë taksim në Gjermani, atëherë ti i krijon ura të vërteta. Dhe mendoj që secili person në një formë kish mujt të filloj diçka si apo të ish një startup apo një kompani ku ti e ki profesionalizmin ton të fushës ndërtimit ose të gastronomisë, kish qenë shumë ma lehtë. Po pse më ardh tash një gjerman për shembull që nuk është shqiptar edhe nuk e ka atë bindjen patriotike ose atletare ndaj shtetit, pse më ardh ai me investu në Kosovë kur i ka këto bariera ligjore? Pse nuk është bërë presion atëherë edhe qeverive tona nga rrjetet e bizneseve që përfaqësojnë bizneset shqiptare në rastin konkret në Gjermani për të mbrojtur pikërisht këto interesa? Se mendoj që janë politizuar si krejt tjerat institucionet. Edhe këtu jam kritik, sepse unë mendoj që politizimi në diasporë nga secila parti politike, nuk është me rëndësi cilët krah politike takon, e ka sjell një përçarje të komunitetit, ajo përçarje e ka dobësu komunitetin, dhe komuniteti nuk ka mujt me gjetë një zë të unifikuar që mi bo këtu kërkesa. Mendoj për shembull edhe sistemi dual, që është Ausbildungssystem, ku e ka një kontribut shumë të madh Ilir Seferi me Besa Foundation edhe me kompanitë që janë aty të Besa Foundation që të implementohet në Kosovë, ka qenë një hap shumë i mirë, po ajo nuk ka qenë një hap nga një union të bizneseve, po ka qenë një hap nga një individ që është profesionist në fushën e vetë, edhin sistemin e gastronomisë si funksionon, dhe ka me disa shok tjerë në për 12 profile, frizer, murator, automekanik, ka kriju një model. E ka kriju një model, e ka kriju një kurikull, e ka implementu në Kosovë sparin Drenic, në Skenderaj, sepse e ka prarë nga Prekazi, e ka implementu me disa kompani shok që e ka dhe ka funksionu mas 5 vitev, dhe mandej politika gjithmonë e ka komuniku që e ka dëshiren të bëj. Po dëshira, fontana dëshira shka me dhone, e qefi është në fund sa Stambolli, po ti duhesh ta gjesh njerin profesional. Nëse bëjmë diçka me media, unë duhet marrë të ti. Dhe me të ngjigju ty edhe me shiku ku janë ato problemet në zbatim cilat i ka mund që mi hek barierat. Po unë s'muna më bëj ekspert i mediave. Ku jemi tek dëshirat, për në fund, dëshira ime personale është të vit ju vizitoj në Hamburg, në një vend, në një mjedis, ku nga i komunitet kanë qenë 5 kandidat. Me një zhvillim të jashtëzakonshëm të atij qyteti dhe landi.
Ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme që u kishim nga studio këtu, që erdhat nga Hamburgu këtu në studion tonë në Stuttgart, duke shpresuar që të takohemi sërish së shpejti në Hamburg së bashku. Faleminderit shumë. Me krejt dëshiren, ju mirë presë me krejt dëshiren, ju njoftoj me qytetin ma të bukur Gjermanisë, dhe pse shokët e mi e Stuttgartit tani do të ranohen kur të ndigjojnë këtë, dhe ta shihni edhe ambientin, po edhe strukturat atjet njerëzve që janë gjithashtu shumë të suksesshëm. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Të dashur televizionistë, këtu e përfundojmë këtë edicion deri në takimin e ardhshëm. Mirupafshim.